Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes. Ju përshëndes duke uruar që kjo ditë të ketë një rrugtim të bukur dhe shumë të mbar. Nga kjo studio të ftuarit e mi natyrisht vinë me një histori, vinë me mbresat e tyre, me ndjesitë e shpirtit, vinë me ecurinë e tyre në vite, por edhe në të sotmen. Duke menduar për të nesërmen që vjen me njëherë pas së sotmes. Me mua sot në studio është një zonjë që në rrugtimin e saj ka gjëra që i ka zbuluar, por dhe nuk i ka zbuluar. Kohët e fundit ajo ka hapur kapakët e një libri, në të cilën ka shkruar ndjesitë e saj të shpirtit me poezi. Me mua sot në studio është zonja Josefina Nikaj Kiri. Mirëmëngjes, zonja Josefina. Mirë se ke ardhur në studion tonë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit që më keni ftuar. Është shumë kënaqësi për mua. Jam mësuar me ardhur në këtë studio me shoqënu Mesen, e cila e keni ftuar Nikol Tukaj, pianiste e famshme. Vazhdimisht mas në një koncerti që ko bo, por se po vi unë, pak si e dyshim të koken, se jam 70 vjeqe sot. U bësh edhe 100 të tjera. Faleminderit. Në fakt të zbulosh brëndësinë e një shpirti, të zbulosh ecurinë e saj në vite, është një detyrë, por edhe një pasion jemi. Prandaj sot vërtet më keni nderuar me ardhjen në këtë studio. Secili nga ne ka një histori, një njeri qoftë i njohur, qoftë edhe krejt një njeri i përditshëm, i zakonshëm, ka një histori që nga vjen, ku është dhe nga shkon. Por kjo histori shpesh materializohet në produkte materiale, në marrëdhënie shoqërore, në produkte të prekshme, por edhe të paprekshme. Por të kesh një ndjesi shpirti që shpreh vargje, është diçka e veçantë, apo jo? E veçantë është, mendohet që është e veçantë, po kush e ka talent, nuk i duket as kur gjë e veçantë, është diçka e natyrshme, që të lind vetë ju. Unë e kam pak si vështirë me folë të shti për këta, se mund të ketë 15 vjetë që shumë për i ty ne i kam shkru për para. Interesante. 15 vjetë për para. Mandej, kam shkru në një TikTok në për te. Zakonisht jam marrë me bejta, se në aktiviteti i lokalit tonë, 2 herë në vjetë ka kenë për vitëri dhe për karnivale, e unë kam njoftë të gjithë që kanë ardhë aty prezent, e po thuj se tanëve i kam shkru ka një bejt me karakteristikat e tyne që unë kam ditë, se mramjet kanë kenë familjare, e kështu që aty nuk i ka me teatri kërkuj. Kam fillu prej vedit, dhe prej njerëzve shtëpis, e manej kam vazhdu me tjertë. Kështu që për poezit kam kenë shumë e mërzitun, i kam vu viz shkrimit, qysh se mu nuk më ka dale drejta studimit prej gjimnazit, pasi kam bërë maturë. E shok që jeni prekur në këtë thellësi vitesh, por që me sa shoh, historitë tuaja të her pas hershme kanë gjetur vend në vargje. Është kështu apo jo? Ja, ashtu është, por unë e kam titullu Ëndrat që mesin varë librin tem. Për arsye se gjatë kësaj jetë, edhe shumë kush duhet ta ketë parasysh të gjatë, se gjatë 70 vjetëve të kanë metë shumë ëndra varë. Kam dash me i lanë vargje disa. E pranej unë i mlollan me rastin e 70 vjetorit, i mlollan këtë liber, që ta dhuroj për shokët dhe shoqet që kisha të ftuar dhe për miqt. Po, ju pak më herët thatë që nisën aty ku
mua nuk më doli e drejta studimit. Pra një ndjesi e drejt për drejt. Këto poezi janë si rezultat i ndjesive, ngjarjeve, përjetimeve personale të drejt për drejta, apo janë akumulim i mjaft ndjesive tuaja dhe janë shprehur më pas me simbolika në vargjet tuaja? Janë të drejt për drejta. Janë me siguri janë disa të kohës së rinis, në një shkëndi ose në një ngjarje ose edhe në një fantazi Po. që është Atëherë, libri juaj i ngjan një ditari poetik që përshkon historinë, ecjen, rrugtimin tuaj, ndjesitë letrare që ju keni pasur ndër vite. Është kështu? me në një kujtim ose në një ngjarje që më kanë lënë mresa. Gjë e bukur. Po si erdhe deri tek vargu, Josefin? Si more të shkruaje? Çfarë guximi pate? Çfarë ambienti? Kush ndikoi në vargun tuaj? Kam pas gjithmonë, edhe qysh në shkollë, kam qenë cilësume për hartimet e bukura që kam bërë. Vërtet? Biles në provim të maturës nuk më kanë pyet hiç me zë, ty kanë që i kishe bë hartimin absolut. Edhe më kanë vu 10 pa më pyet. Profesor kam pas Fadil Krajen, profesor letërsisë. I nderuar profesor Fadili. Urej vite sa më të gjata, për arsye se këtë herë nuk mujti me ardhë se nuk je fort. Për arsye shëndetësore. Për arsye shëndetësore, nuk mujti me ardhë unë, ai na ka ndjek vazhdimisht. Për çdo orë çortimit, hartimit u lexote hartimi jem. Se një nër kryesor që ka nxit me shkru, ka kënë baba. Baba juaj? Baba jem. Baba është një pidëm në të snikajt, që ka kanë romanzieri i parë shqiptar. Ai më note që unë kam talent edhe më thote që shkruj, edhe librin ja kam dediku atij. Babs tuaj? A mund ta lexoni pak dedikimin? Dedikohet babs tem, Sandrit, i cili më ka nxit të shkruj, të i thanë, shkruj se shkrimit i vjen dita. Sa do pak i plecova dëshiren dhe për pjesën tjetër i kërkoj falje. Se nuk ja kam plotsu dëshiren, nuk kam shkru. Jam demoralizu dhe nuk kam shkru. Kam shkru vetëm në herë në i moment që unë kam këtë. Moment vetëm të talentit që më kanë nxit. Shpesh alegoria zëvënd në poezit tuaja. Unë lexova poezinë e parë për diellin, i cili del në të çarat e tavanit tuaj, dhe gjithsesi ky diell natyrisht të ngroh edhe në atë të çar, apo jo? Kjo është shkëndia që ju ka ngrohur në shpirt, dhe pavarësisht problemeve ose ndonjëherë as tingurrimi për të shkruar, përsëri e keni përqafuar diellin. Apo jo? Ashtu është, pra ne i thamë unë që ai që e ka sa do pak talent vetveti, nuk mund të rrinë pa aq faq me raste, me kohë, me inspirime, me... Poezit kanë qenë krijime që ju i keni publikuar në rrethin tuaj familjar, shoqëror të afërt, apo me njëherë sa i keni shkruar, i keni futur në sirtarin tuaj sekret dhe i keni lënë aty? I kam shkruar dhe i kam lënë aty. Pse? Nuk i kam publiku kur. Asnjëherë. Ana e fshehtë Josefinës, apo jo? Asnjëherë. Prandaj dosha me i botu edhe me i diftu dhe njerëzve, shokëve, shoqeve, njerëzve, edhe një pjesë të karakterit tem që ata e kanë njoft vetëm me humor. Unë kam pas edhe pjesë të mia të mbrëmshme. Sa bukur. Cilat besoj se i kam shfaq në këta poezit. A mund të dëgjojmë një prej poezive? Unë kam shumë dëshirë nëse ju mund të interpretoni një prej poezive që ju keni shkruar. Po, mund të lexoj me gjithë shef. Patjetër. Po marrë një poezi këtu, një heshtje.
Dhe lulet për rreth ne shkuptuan se ne s'po flitnim. Dhe gjathet fëshfëritën dhe bëlbëzuan heshtjen tonë. Dhe ujrat shprehen pak knaqësinë rrjedhjen e tyre. Ai zogu që gjithnjë vajton e shtoj atë klithmë, e gjithë natyra ngrysi vetullat e saj të errta dhe dora deri tash e mbështetur rami i bar. E bar ju përkull prej preshash dhe prej dhëmjes. Heshtje. E çfarë mund thuhet me heshtje? Një lot i ranë rrëshqiti, si burim që kalon me vështirësi me zgursh, i ranë dhe i letë që të posprish qetësinë mes nesh dhe natyrës. Heshtja katile vazhdon të anë pëlhurën e saj si marimang, të ruaj në strofullën e vet, ne të dy dhe natyrën që priste ne. Flimin në gjumin letargjik të kujtimeve. E ndoshta ne do të zgjoheshim kur s'do gjenim më natyrën që na priste. E po t'ishte ngjyra florës Neptunit, do të nuk shijonte guston ton të gjelbër. Me e poshtë, heshtjen nuk muna, i sollat syt nga ti. As ti nuk mune. I solla nga natyra dhe ajo pikoj nga dhëmbja. Ula kokën poshtë, ty i kërku të falun për rreth. Asat se bëre. E çfarë mund thëje ma tepër se heshtje? Çfarë ndjesie? Patjetër që keni qenë në një moment të veçantë që keni shkruar këtë poezi. Të shti me kene sinqert nuk kujtohet pas 50 vjetëve momenti, por e di që diçka duhet kem pas. Gjithsesi mua më duket se i ke mbetur paksa borxh vetes që si ki publikuar më herët këtë poezi. Ja, i kam mbet borxh vetes që nuk kam shkru edhe të tjera. Se me publiku vetëm këta i erdhi dita dhe i publikova. Por që s'kam shkru shumë poezi. Se unë i kam zgjell këta nërdo që më kishin mbet aty dhe më kanë pëlqyer. Shumë bukur. Është zgjedhja jeme. Ndërkohë që ju titullin e librit e keni Anrat që mesin varë. Pak trishtim ka këtu, por gjithsesi Anra ka atë dëshirën e madhe që të fluturojë dhe që ndoshta të vazhdojnë. Mendoj që me u kthy në retrospektiv të jetës, kanë met shumë Anra varë. Po thuj se kam realizu shumë pak. Edhe nuk e kam punu edhe nuk kam ba atë që kam pas dëshirë. Kam punu gjithë një... Çfarë punet keni bërë Unë kam gjatë jetës? Kam nëru një 2 vende punet, por kryesisht kam punu më në rroba qepse në shtëpi, gjatë që se kam pas dëshirë që e kam punu vetëm prej nevojës ekonomike. E kam ba me shumë pasion, për arsye se ma dosht për me punu mirë. Kam marrë bile dhe çmim të parë në sfilat të modës në Shkodër, që a ba. Vërtet? Po. Para Tiranë se ka ba Shkodra. E kam marrë çmimin e parë, si stiliste, por ai nuk ka kënë zanati. Kam fitu lekun me diçka që nuk e kam pas dëshirë. Megjithatë, ju ka në këtë plan ku jeni ndodhur përsëri keni ushquar pasionin tuaj për të bukurën. Dhe kjo është diçka e mrekullueshme. Të bësh stilisten, të realizosh veshje të bukura është art. Nuk është ndjesi paraqitje, është ndjesi bukurie, estetike, apo jo? Ashtu është, nuk është as e thjesht, nuk është. Nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht, por unë më nej nuk mora pjesë ma, se më thirrem, lutne me shku në Tiranë për 12 vazime, po një qtune, diçka ka kenë, po në atë kohë ishim të nërtu shpine, nuk u mora ma atë punë, edhe i lash. Kam shumë gjona që i kam lënë tana për gjysë. Mos i thuaj i ki lënë për gjysëm, se gjysma vazhdon. Dhe me qenë se ju gëzoni shëndet, ndjesi të mira, çdo gjë mund të hap kapakët e librit tuaj të ëndrrave. Shëndetin e kam vetëm në pamje.
Jo krejt. si që themi ne nga njerë në Shkodër. Unë uroj që t'jetë edhe në brëndësi. Unë e di që ju jeni përkundër në një shtrat të veçantë kulturor. Familja juaj, rrethi juaj familjar, janë të nderuar në kontributin që kanë dhënë për artin, kulturën. Ju përmendët axhën e babës, Edhe baba ko pas talent me shkru, por edhe nana juaj e ndjerë, zonja Aneta Nikaj, një ndër pjesëmarrëset e hershme në operën Mrika. Daja juaj nderuar Not Shllaku, një muzikant, një violinist, pa përmendur pastaj brezat që vinë me Gjon, me Cecile, me Claudia, por mbesa juaj, por vajza juaj e cila është piktore, Inga, pra ju të gjithë... Edhe vlau është piktore. Edhe vllai, Franci, mjeshtër në duar, në mendje dhe në artin e tij. Gjithsesi, ky është ai shtrati që ju ka përkundur. Natyrisht ajo fjala, vargu, poezia që ka qëndruar në sirtarin tuaj sekret, ka gjetur një mundësi për të qarë. Në këto momente, apo jo, nuk ishte thjesht një përvjetor ditëlindje. Ishte një trokitje tek ju. Apo jo? Ashtu është, po, unë ndeshta me përvjetorin e ditëlindjes me pas si ma të veçantë. Mos të kenë vetëm muzik edhe muhabet, po të ketë edhe i fje kulturë mërëmë. Absolutisht shumë bukur. Kush ju nxiti? Si u erdhi kjo ide që? Nxiti ma shumë vajza. Inga, të cilin e përshëndesi. Inga nxiti ma shumë. Botoj. E unë me i tha pandemia ta spostoj ditëlindje. Ma spostoj ditëlindjen, edhe unë më e festova, kur u dha mundësia me e festu. Po, shëqyri nuk mbaron kur themin e këtë në Shkodër, apo ja. Kështu që, prandaj unë them që këto ëndra vazhdojnë, nuk duhet t'i vesh kapak. Ja, kam me i vu kapak. Se nuk... Natyra juaj, e cila përmbledh shumë krimtari, vargje, të cilat janë zbuluar papritur, po thuaj se tashti, por edhe shpirti juaj krijues, ju përmendët punimet tuaja të dorës, por përmendët më herët edhe Bejtan. Bejta e cila ushqen me humor. Atë vetë mja gjatë që unë nuk e në lejë janë bejtat. I keni të përditshme? Janë shumë të kollajta për mu, edhe kam qef me kriju humor, edhe... Po për bejtat, keni menduar në një botim, apo ato... Tona i kam shky, sa ka marruaja ceremonia, i kam shky edhe jam pëndu prep. Pra ne i tham, gjithë shka mu me të varun, për arsye se unë nuk jam vendos me i rujt, si unë do të kishe botu një liber... Voluminoz. Voluminoz, me ata që kam qysh se kena... Bëha lokalin, edhe qysh se sa heri nga mledh me klasën, për vjetor, se nga mledh nga shumë shpesh, unë i bëjt gjithë dhe pejta. Po ju mund t'i rikujtoni? Nuk mundëm mo. E bukur adel vetëm një herë? Ja, nuk mundëm mo. Po mirë, atëherë hapni flitorën dhe filloni të shkruani që nga faqja e parë. Kjo nuk do t'ishte një ide e keqe? Nuk e besoj. Nuk besoj. Ndërsa unë besoj shumë të kjo. Ja, nuk besoj. Në energji, në kreativitetin, por edhe në humorin, sepse Bejta ka humor, ka var, ka rim, apo jo? Në ashtu është. Në fakt, duke ju sjell edhe një herë këtij libri, i cili ka një edhe kopertinë shumë të bukur. Kush e ka realizuar kopertinën? Vetë vajza me... është Maringa, Maringa, vajza juaj. Një hën në qiell dhe një vajzë që prek hënën dhe është aty në një pozicion pak e shtrirë, pak në ajër kështu. Një poezit kanë paka shumë këtë temë. Këtë temë. Megjithatë, mesazhi që ju që doni të shpërndani është talentet mos me lanë ishtje. Kush ta ketë talentin? Mendoj unë. Duhet mu përpjek
me u përpjek. Se ka shumë si puna jeme që i kanë lënë, por na kena pas edhe periudhën keqe të jetës, kurse tashti i kanë të gjitha mundësit, sidomos të rinj. Kjo është një mesazh shumë i bukur. Ky është një mesazh që në një farë mënyrë sheh si pasqyrë edhe jetën tuaj. Normal. Një pasqyrë që reflekton dhe që reflekton edhe tek ju. Për të qenë ashtu siç ju jeni në pamje, po mendoj se edhe në thellësi. Apo jo? Shprehni vërtet një botë të veçantë gruaja, e cila ditë pas dite i jep emrin e saj. Në marrëdhëniet që ka, ju flisni për mbrëmjet tuaja, për komunikimet, për bejtat, për historitë tuaja, të cilët janë shkruar her pas here, por jo gjithmonë, dhe besoj se e keni peng që nuk i keni shkruar të gjitha. Shumë. Të shem e pënume, po është shumë vonë. Nuk është vonë, sepse... Ja, shumë vonë. Shumë vonë. Unë vazhdimisht bëj nxitsen sepse kështu më pëlqen, por edhe kështu është. Jeta është një libër që shkruhet çdo ditë. Apo besoj se pas këtij botimi njerëzit të kanë nxitur që vërtet të shkruash. Jo, se unë edhe këtë e kam botu edhe e kam dhuru. Nuk kam dash me qitë në për librari. Nuk i dashur për fitim? Jo, s'kam dash vetëm për shokë e miq. Po mirë, të kanë marrë njerëzit në telefon të kanë thënë, Josefin, kjo poezi, për shembull, pse shikjon orën? Pas një kuptim, shikjo orën. Netët e ditët e kanë orën njësoj, vetëm se disa e shohin e disa jo. Po me këtë vargje ju thoni shumë, apo ja? Shokët dhe shoqet e shkollës, ata e kanë ditë që unë shkruaj. Të tjerët nuk e kanë po se unë di me shkru. Gjithsesi, ne flasim për ëndra që thuren, për ëndra që shkërmoqen, por edhe që ëndra që vazhdojnë. Josefin, ju si mendoni? Jeta është një ëndër, apo ëndrat të ndihmojnë të jetosh jetën? Jo, mendoj se ëndrat ndihmojnë të jetosh. Sa bukur. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Në këtë momente më kujtohet një krim, një poeti shkodran i cili e portretizon Shkodrën në anë të ndryshme të saj. Dhe në një kënd thot, Shkodra është edhe ajo gruaja e bukur, sharmante, që shkruan çdo ditë në kapakët e librit të saj, e vazhdon të shkruaj, e jep një hijeshi jetës, qytetit, rrugëve, njerëzve që e kanë përreth. Kjo jeni ju, Josefin. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër. Shpërndat një ndjesi nga shpirti juaj, besoj se dhatëm një mesazh të bukur që ëndrat të ndihmojnë ta jetosh jetën. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Shpresoj që pas këtij momenti, kur nuk është vonë, që krijimet tuaja, qoftë në bejta, por edhe në poezi, të kenë në përvjetor të tjerë, përsëri, libra të tjerë. Faleminderit, po. Kjo është jo thjesht nxitje, kjo është dëshirë, por edhe një mundësi që ju mund ta realizoni. Ju falenderoj edhe një herë. Uroj që jeta juaj të jetë mbushur me ëndra që preken, ëndra që afrohen dhe realizohen gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit juve. Faleminderit.